Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 8 deri në datën 14 qershor. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por edhe të kësaj jave sepse ende s'ka përfunduar. Muaji aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe video me tema të ndryshme, si që janë tema për dashurim, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi, kërkoj falje, ju kërkoj ndjes të gjithë ju të shenjës së dashit, sepse videoa për shenjën e dashit ishte fshirë dhe unë do bëj përsëri një lexim për ju. Kisha folur aty edhe në lidhje me javën, si do jetë kjo javë. Gjithsesi, për shenjën e dashit, peshorja, gaforja, krepi, peshi, britsjapi, gjatë kësaj jave do kenë zgjidhje ekonomike. Ndoshta për ekonomike që mund të kenë zgjatur për 3 muaj, gjëra që ju nuk i keni zgjidhur dot deri në këto momente. Gjithsesi, do shohim se si do jetë kjo javë dhe do fillojmë në lidhje me shenjën e dashit dhe pastaj vazhdojmë te peshorja. Atëherë, duhet keni kujdes në lidhje me tensionet, me komunikimin gjatë kësaj jave, por edhe në lidhje me disa tensione që do ketë gjatë javës. Për gjithë ju që duhet të tregoni kujdes. Atëherë, jemi te energjia e shenjave të ajrit, energjia e shenjave të tokës dhe jemi te energjia e shenjës së britsjapit. Shoh që ju mund të keni kundërshtime mendimesh në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, mund të keni disa tensione aty, thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm, ose mund të jenë tensione te vendi punës, mund të jenë tensione ekonomike, ose ju mund të keni ide ndryshe nga kolegët tuaj në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim. Aty do lindin disa tensionet, mund të keni kundërshtime idesh, kundërshtime mendimesh në lidhje me personat, por unë shoh që ju do t'i lini të largojnë këta persona dhe do vazhdoni në lidhje me idetë që ju keni krijuar për punën tuaj ose nga ana ekonomike. Kjo mund të ketë të bëjë edhe në lidhje me marrëdhënie të ndryshme familjare. Dhe në mesin e javës shoh që ju do bëni një fillim të ri të menduar mirë në lidhje me një dashuri. Mund të keni kaluar shumë situata të vështira, mund të keni dhe kundërshtim me një person që ju dëshironi të futeni në një njohje ose jeni në njohje në lidhje. Dhe vërtet dëshironi të bëni një fillim të ri, por shoh që ju do keni shumë pasion. Mund të keni kaluar dhe tensione në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por gjithsesi, është një energji ku ju do harrini të jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka. Sepse kemi planet Saturni është babai i zodiakut dhe tregon që ju do filloni të vini një rregull në jetën tuaj, por mund të keni edhe të jeni më të organizuar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, është një javë fantastike sepse ju do vazhdoni me idetë tuaja pavarësisht tensioneve që mund të keni, do keni fillime të reja të menduara mirë në lidhje me dashurinë, familjen, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni me shtëpinë, me punën tuaj, projekte të ndryshme, me dokumentat. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me udhëtimet, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me çështje ligjore të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju në fund të javës do jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka për t'i dhënë drejtim situatave, sepse shoh që keni kaluar shumë vështirësi, keni kaluar ndoshta tension, mund të keni qenë edhe të rrethuar nga njerëz toksik ose situata toksike, por ju keni arritur ti menaxhoni këto për t'i dhënë një drejtim më të mirë jetës tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsApp-it. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, të ajrit që jeni ju vetë, por edhe me energjinë e kullës. Ju shoh që në fillim të javës keni një dashuri të re, një person që vjen drejt jush, ka emocione në lidhje me ju, por ju shoh që keni pas eksperienca jo të mira në të kaluarën tuaj, ndoshta gjërat kanë qenë shumë të vështira në lidhje me dashurinë, dhe ju do mendoni në lidhje me këtë person. Do jeni duke e menduar këtë situatë për të marrë një vendim në lidhje me personin. Por mund të tregoni dhe pak të ftohtë. Gjithsesi, unë shoh që ju kërkoni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, shoh që diçka rrëzohet ose ju vërtet dëshironi të ndryshoni në lidhje me dashurinë, të ndërtoni gjëra të sigurta, të futeni në një njohje të re, ose ju të ndryshoni diçka në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe këtu flasim të gjitha llojet e marrëdhënieve, mund të jenë familjare, mund të jenë me fëmijët tuaj, mund të jenë te vendi i punës, me kolegët tuaj. Gjithsesi, unë shoh që do keni lajme të mira. Kjo ka lidhje dhe me institucione shtetërore, në lidhje me gjykata, prokurori, çështje dokumentash, çështje studimesh, me anën tuaj shëndetësore, por shoh që në fund të javës ju do bëni një ndryshim shumë të madh. Ndoshta gjithçka që keni bërë më përpara rrëzohet dhe ju këtë ndryshim që do vi tek ju do vi për mirë, për të ndërtuar gjëra më të sigurta, një njohje, një lidhje, një marrëdhënie më të sigurt, ose një punë, një projekt, një partneritet, ose në lidhje me diçka që ka lidhje me institucione shtetërore. Mund të jetë një patent, mund të jetë dokumenta të ndryshme, për shoh që keni dhe udhëtime gjatë kësaj jave dhe jeni duke i menduar këto, por këto udhëtime do t'i bëni për të ndryshuar jetën tuaj, për një ndryshim të madh në jetën tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë kemi të bëjmë energji të shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së peshores dhe kemi energji të shenjave të zjarit përsëri. Në fillim të javës, ju shoh që do jeni në komunikime. Do jeni në komunikim në lidhje me një person nëpërmjet rrjeteve sociale, internetit. Për pjesën tjetër, mund të njihni një person aty, ju ndoshta dëshironi të jepni zgjidhje një dashurie dhe shoh në fund të javës ju do t'ja dilni. Do t'ja dilni, mund të njihni dhe një person në një udhtim që do shkoni, mund të jetë një udhtim i shkurtër ose i gjatë, po shoh një fitore, një sukses në lidhje me ju, në lidhje me komunikimin. Do keni një komunikim më të mirë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për t'i dhënë zgjidhje diçkaje. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju mund të aplikoni nëpërmjet emaileve në lidhje me një vend pune, në lidhje me një largim, sepse shoh që keni dhe udhëtime në fund të javës, do merrni përgjigje shumë pozitive, lajme të shpejta, do veproni shumë shpejt gjatë fillimit të javës, dhe shoh që është një energji fantastike. Në mesin e javës shoh që ju do të jepni zgjidhje gjithçkaje. Mund të ketë lidhje në lidhje me njohje që do futeni, me një njohje që ju do keni një komunikim të shpesht nëpërmjet rrjeteve sociale, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, me familjen ose me shtëpinë tuaj, por më tepër ka lidhje me dokumenta të ndryshme, me çështje gjyqësore, ose ju do vendosni një lloj ekuilibri në jetën tuaj gjatë mesit të javës. Dhe në fund të javës, unë shoh që ju keni një sukses, një fitore. Do harrini që ju të jeni të suksesshëm në dashuri, në një njohje që do bëni, sepse ju do filloni të vendosni ekuilibra, por edhe në lidhje me punën, shoh sukses shumë të madh në lidhje me punën, në lidhje me një udhtim që do bëni, në lidhje me studime ose çështje të ndryshme që kanë lidhje, mund të jenë çështje gjyqësore, mund të jenë çështje që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me shtetin në përgjithësi,
por unë shoh që ju do t'ja dilni me sukses. Në çfarë do lloj situate që t'jeni, shoh fitore, sukses gjatë kësaj jave për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje, gjithë ju të shenjës së shigjetari. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, edhe pse ju jeni një nga shenjat më me fat, dhe fati për ju do jetë deri në fund të vitit, shfrytëzojeni këtë fund viti. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, erdhi një energji, kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, të tokës dhe të zjarit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, ju shoh që jeni në fillim të javës, jeni përqendruar te humbjet, te situata nga e kaluara. Një njohje, një person që që e keni njohur dhe e keni humbur. Mund të jeni të përqendruar te humbja një pune, të dështime të ndryshme që mund të keni pas në jetën tuaj. Mund të jeni të përqendruar, ose do jeni, jo mund, po do jeni të përqendruar ndoshta në gjëra që nuk i keni zgjidhur. Dhe jeni përqendruar aq shumë sa nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Këtu ka këshilla, lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë, çfarë ka kaluar, ju duhet shikoni këtej dhe në vazhdim. Sepse shoh që në mes të javës ndjeni të pakënaqur, ndjeni të pavlerësuar në lidhje me një dashuri, me një person, ose ju mund të keni bërë shumë, keni dhënë shumë në njohjet, lidhjet e marrëdhëniet tuaja, dhe tani sikur lindin papritur, ju lind një ide në lidhje me këto oferta që do keni gjatë kësaj jave. Ndoshta për t'i bërë gjërat ndryshe. Ju keni qenë të pakënaqur, të pavlerësuar, ndoshta në njohjet, lidhjet e mëparshme, ose në lidhje me investime të ndryshme që keni bërë. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të keni ide të reja gjatë kësaj jave, që dëshironi t'i vini në praktik. Dhe unë shoh që në fund të javës ju do bëni fillime të reja. Mund të jetë një fillim i një dashurie të re, dhe kjo është një dashuri shumë pasionante në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, kontrata, një punë e re, një bashkëpunim, një partneritet, ose ju do filloni të jeni në lëvizje në lidhje me kontrata të ndryshme që ju do bëni, me qëllime në veten tuaj ju shoh, por është diçka, janë fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por e rëndësishme është që ju i vendosni qëllime vetes për t'i bërë këto fillime të reja, dhe janë fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe shoh që këto fillime do t'i bëni me shumë pasion. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në te numri WhatsAppit. Të shohim energjin, kemi energji të shenjave të tokës që jeni ju vetë, kemi energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ajrit. Gjithsesi në fillim të javës, ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një person, me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë, ju do jeni duke analizuar në lidhje me dashurin, me një person, jeni duke studiuar situatat, ose ju do jeni në kërkim të gjërave për të pasur një informacion në lidhje me një person, ose në lidhje me njohjet, lidhjet marrëdhëniet tuaja. Dhe në mesin e javës, kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën. Shoh që është një javë ku ju do përqendroheni shumë te jo projektet, po te projektet tuaja, më saktë, që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike. Ju shoh që do studioni çdo situatë në lidhje me këtë gjë. Ju shoh të ngulur komplet ose të përqendruar, më falni, të përqendruar te puna juaj, ose te gjërat që ju interesojnë. Dhe në mesin e javës, shoh që ju do jeni në një pozicion të mirë, me qëllime në veten tuaj,
si në lidhje me një dashuri, vendosni qëllime vetes, do keni shumë pasion, mbasi keni studiuar situatat, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, por më tepër ka lidhje me punën, me kontrata të ndryshme dhe shoh një javë pune më tepër. Me kontrata të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave, por dhe me institucione shtetërore, se jemi te energjia e ajrit, ju jeni në kërkim të diçkaje. I vendosni qëllime vetes për të kërkuar një dashuri. I vendosni qëllime vetes për të kërkuar një të drejtë në lidhje me punën tuaj, ose për të kërkuar që ana juaj ekonomike të rritet. Mund të jeni duke kërkuar një shtëpi, blerjen e një makine ose diçka tjetër, por i shoh në kërkim të gjërave. Ose kjo ka lidhje dhe në lidhje me studimet, me udhime të ndryshme, me anën shëndetësore për një pjesë tjetër, por dhe në lidhje me shtetin, me çështje që kanë lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni gjatë kësaj jave. Është një javë për qëndrimi në gjërat që ju interesojnë, duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme, duke i vendosur qëllime vetes dhe duke kërkuar gjërat që ju vërtet dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, deri në fund të vitit, unë kam postuar dhe një video të shorts, ku edhe shenja juaj është shenjë me fat deri në fund të vitit 2026. Gjithsesi, shohim energjit. Kemi rrotën e fatit, kemi 4 energji, energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, mund të keni të bëni me personat këtyre shenjave. Kemi energjit shenjave të ujit dhe kemi energjit shenjave të ujit përsëri. Atëherë, në fillim të javës, shoh që fati do t'ju ndihmoj për të çuar një dashuri përpara ose për të takuar njeriu që ju vërtet e dëshironi. Për pjesën tjetër, për të çuar njofit, lidhjet ose marrëdhëniet para, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me familjen, kanë lidhje me shtëpinë, me punën tuaj, nga ana juaj ekonomike. Është një fillim jave fantastike për ju. Dhe shoh që ju do ndjeni shumë të gëzuar në momentin që të jepni drejtim situatave. Shoh lajme të mira, një çlirim shpirtëror në lidhje me ju, dhe në fund të javës shoh që do jeni në mes të bollëkut. Ju do merrni shumë dashuri në një rast, për pjesën tjetër në lidhje nga një person, nga familja juaj, nga fëmijët tuaj, për një pjesë tjetër në lidhje me punën tuaj, sepse shoh që keni lajme të mira, gjërat do t'ju ecin mirë, dhe aty shoh që do keni dhe të mira materiale. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. E rëndësishme është që është një javë fantastike, fati ju ndihmon për të çuar gjërat para, ju do harrini të buzëqeshni, të gëzoni, të ndjeni më mirë brenda vetes tuaj, dhe shoh që fati do t'ju ndihmoj dhe ju do merrni dhuratat dhurata si në lidhje me dashurinë, me punën, me familjen, nga ana ekonomike, por dhe çështje dhe situata të ndryshme. Është një javë fantastike për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjin, keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës përsëri. Atëherë, shoh ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja dhe ndikojeni më fort, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë, në fillim të javës, shoh që ju mungon dashuria, ju mungon një person, ose ju mungon dashuria, ju mungojnë parat për një pjesë tjetër, ana ekonomike, ndoshta ju shpenzoni shumë edhe ngeleni me pak para në përduar. Për pjesën tjetër,
shoh një lodhje të madhe fizike, duhet keni kujdes gjatë kësaj jave, edhe në lidhje me shëndetin tuaj, sepse lodhja e gjithë këtyre mungesave që do keni në fillim të javës, do t'ju bëj që ju të ndjeni të lodhur fizikisht dhe mund të shkaktoj dhe probleme me shëndetin tuaj. Gjithsesi në mesin e javës, dhe këtë mund ta merrni në çfarë do lloj situate. Dhe në mesin e javës shoh që ju keni punuar shumë, mund të keni dhënë shumë në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, ose ju mund të ndjeni dhe të pakënaqur, të pavlerësuar. Ju shoh shumë luftarak në lidhje me gjithçka, sepse energjia e pakënaqësisë më del më tepër në fund por ju shoh që ju do jeni shumë luftarak në lidhje me një dashuri. Dhe në moment mund t'ju lindi një ide në lidhje me një person. Për pjesën tjetër, mund të jetë në lidhje me shtëpinë, me familjen, ku ju do të tregoni shumë luftarak gjatë mesit të javës, te vendi punës, ju do luftoni për të rritur anën ekonomike, për të përmirësuar shëndetin tuaj për pjesën tjetër. Gjithsesi fundi javës ju gjen që ju keni dhënë shumë dhe ose keni arritur një lloj standardi dhe tani mendoni se çfarë mund të bëni tjetër. Dhe ju shoh që do t'ju lindin ide të reja. Por e shoh shumë fort në lidhje me punën, në lidhje me organizimin, me vendosjen e një rregulli në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me punën, me shtëpinë, me familjen, por dhe një organizim i mirë ekonomik. Dhe idet do t'i keni në fund të javës në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, kjo ishte e gjitha për ju. Ju uroj një javë të mbarë përsëri, dëgjim të këndshëm dhe një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju.